حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فلندرهم الله أمضروار تبارك وتعالى ذبيم صلوات ببيغامبير أبكوار صلى الله تعالى عليه وسلم dhe mbi shokët e tij besnik e të sinqert dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekon dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër musliman, kemi folur më herët për unitetin e xhamatin, për këta musliman të cilët duhet të jenë si një trup, për vlerën e madhe të këtij uniteti dhe se muslimanët ndryshe nuk bën të jenë zatën kur kanë qenë ashtu qysh ka dasht apo është dasht me qenë, kur kanë qenë të gjithë unik dhe të bashkuar, i kanë dhënë shembull të mirë krejt botës, e kanë sunduar krejt botën, kanë përhapur vlera dhe fjala e tyre ka quar peshë të madhe tek mbar njerëzimi, ndërsa sot pasi që nuk e kanë këtë parim, e kanë humbur apo është zbehur parimi e unitetit, e xhamatit, e vllazërisë në Islam, kanë arritur musliman, kanë ardhur në këtë gjendje dhe në këtë situatë me numër të madh, por nga ndikimi shumë të zbehtë, sikurse shku me detit e cila me shikue me sy është e madhe, por kur të kapsh në dorë nuk qënë pesh fare. La ilahe illallah, kjene kujtan hadithin e Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, lakinnakum gutha ka gutha is-sejli, ju do t'jeni në atë zaman kur krejt të tjerë do të luajni me juve, ju do t'jeni shumë, por do t'jeni të dopt sikurse shkume e detit në numër të madh dhe me mundësi shumë të mëdha për të qenë dikush, për të qenë të fort, por realiteti është krejt të ndryshe. Realiteti është se ne sot jemi aq të dopt sa që lun me ne kush të don, manipulon me ne siç të don, e tjerë jemi bërë në hall dhe në dert. Në atë drejgje dhe në atë shkallë kemi ardhur që kërkojmë nga të tjerë të na mëshirojnë në vend se ne ata të mëshirojmë. Pra uniteti dhe xhamati është parim i madh i dinit Allahut të madhruar te bareke wa taala, dhe se rëndësia e tij është jetë e madhe dhe se muslimanët e kanë farz obligim gjithandej ku gjenden ta ruajnë këtë unitet dhe ta ringjallin sërish këtë Islam me ndikimin e tij dhe me vlerat e tij të cilat i ka në vetveten e vet, sepse Islami mbetet ai që ka qenë, por muslimanët nuk janë ata që kanë qenë. E ne shumë herë sjellim shembuj dhe dëgjojmë për ata burra të mëdhej të cilët e kanë formuar këtë unitet të madh,
të cilët janë bërë sebeb dhe shkak pas të madhit Allah Azza wa Jall që mbar njerëzimi të ndryshoj për së miri natyrisht, por nuk mjafton vetëm të cekim ato tregime, vetëm të krenohemi me të kaluarën, por duhet edhe ne të synojmë që rrugën e tyre të pasojmë dhe të arrijmë atje ku kanë arrit ata burra të mëdhej në dinin e Allahut të madhruar. Dhe në shoqërinë islame gjithmonë ka pasur burra të mëdhej, ka dhe sot elhamdulillah, dhe do të ketë edhe nesër dhe pas nesër deri në ditën e gjykimit. Andaj të nderuar vëllezër, për të ruajtur këtë unitet të madh islam, kemi cekur disa parime dhe vazhdojmë të cekim edhe disa prej tyre, se si duhet të jemi të fortë dhe të pathyeshëm, se si duhet të synojmë të ngritemi lart atje ku e kanë vendin muslimanët si ummet i përbashkët, një din, një ummet, një xhamat, dhe mbi tyre e kanë Allahun e madhruar tebaraka wa taala, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Kjo është një ummet i përbashkët, siç ka thënë i madhi Allah Azza wa Jall, e kanë një din, një pejgamber, një Allah, një Kur'an, një Zot tebaraka wa taala, wa ana rabbukum fa'budun, e unë jam Zoti juaj, andaj adhuroni ju mu, o ju musliman, madhrani Allahun e madhruar dhe kaponi për litarit madh, për litarin e Allahut të madhruar tebaraka wa taala, për Kur'anin e madh. Vëllezër musliman, nga parimet apo fundamentet të cilat duhet të pajiset me to ai cili synon, e ne ta duhet të synojmë, të gjithë të lakmojmë dhe të insistojmë e të shpresojmë që të ngritemi lart dhe të jemi dikushi, jo për të thënë dikush se ne jemi dikushi, dhe jo për të thënë vetes se jemi dikushi, por për të përhapur këto vlera të mëdha dhe për të kontribuar kësaj shoqërie dhe në mbar njerëzimit. Duhet të pajisemi me cilësi dhe tipare të veçanta të ralla, të cilat mund të durojnë dhe mund të përballojnë dhe të mvishen e të pajisen me to. Vetëm miqt e fortë të Allahut, vetëm ata burra dhe vlija të mëdhej, e një ndër këto fundamente dhe parime tepër të rëndësishme për të ruajtur unitetin e muslimanëve, bashkësinë dhe xhamatin, është me bërë sabër dhe durim ndaj vëllezërve dhe ndaj miqve, ndaj kolegëve dhe ndaj krejt shoqërisë, me bë sabër dhe durim, me u pajisur me sabër, me mbushur me sabër, e sabër është gjysmë e dinit Allahut të madhruar, e ne si njerëz patjetër se duhet të shoqërohemi me të tjerë, zatën edhe Allahu na ka urdhëru, po edhe pejgamberi shumë na ka stimulu që të shoqërohemi me njerëz, të përzihemi me ta, të bashkëpunojmë njëri me tjetrin, të qëndrojmë pranë njëri tjetrit, por është e natyrshme se njerëzit me të cilët bashkëpunon, njerëzit me të cilët jeton, njerëzit me të cilët kontribon dhe mundohesh që bashkaresh këtë shoqëri me çu para, ata janë njerëz, nuk janë me laçe, dhe se të tillë munden edhe me gabu, se të tillë munden edhe me të lëndu, qoftë me ndonjë fjalë apo ndonjë vepër, qoftë me ndonjë sjellje e tjerë, por të ke për obligim me bë sabër ndaj tyre, sepse nuk bën pa bë sabër, nuk mundet njeriu ta çojë përpara asnjë punë të mirë, të hajrit pa bë sabër ndaj të tjerëve. Andaj edhe Allahu i madhruar sa mirë dhe sa ëmbël e urdhëroi të dashurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të bëj sabër ndaj shokëve të tij, të pajiset me këtë cilësi, dhe ti o Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam bën sabër ndaj atyre të cilët ti po i shoqëron. Është fjala ndaj fukarave, është fjala ndaj sahabëve me të cilët
Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka shokët më të ngushtë dhe i ka miq më të afërt dhe i ka dashamirët më të cilët po synon që ta ndryshoj shoqërinë e Mekës, e ata janë njerëz mund të gabojnë, e Allahu i madhruar po i thotë wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha, bën sabër ndaj atyre që dojnë Allahun e madhruar, bën sabër ndaj atyre të cilët e adhurojnë Allahun azza wa jall, pavarësisht se çfarë shtresa, pavarësisht se çfarë kualifikimi, shkollimi, pavarësisht se çfarë niveli kanë ata, përderisa e dojnë Allahun e madhruar, përderisa janë musliman, duhet bësh sabër ndaj tyre. Muhammed alayhi salatu wassalam dhe ai vërtet bëni sabër ndaj tyre dhe bëri sabër të madh, edhe neve në nëzite dhe në stimuloj të bojmë sabër ndaj njëri tjetër, e jeta e tina krejt është ernek dhe moster, e natyrisht jo se sahab të gjithë ishin me laçe të Allahut, sikurse që ne nuk jemi me laçe gabojmë, por gabimin duhet ta justifikojmë, respektivisht duhet të kërkojmë justifikim prej vllaut, ndoshta ai nuk e ka pasur për qëllim ket, ndoshta është ngutur e tjerë në mënyrë që mos të marrim ndonjë vendim negativ ndaj tij pse ka bërë një apo të keqe, dy apo më shumë, sepse siç thot një fjalë e urtë e një poet i arab, nëse kërkon vëllezër dhe shok pa të meta, keme mbetur pa shok, nga se të gjithë janë më të meta, sepse të gjithë janë njerëz, e njerëzit duhet të gabojnë, e melaçet janë ato të cilat nuk gabojnë. Një tregim në kohën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, të cilën e rrëfen Aliu radiallahu anhu, e që e transmeton Imam Bukhariu, në tregon edhe më qartë dhe më mirë se si ai i dërguar dhe i bekuar alayhi salatu wassalam ishte tolerant ndaj shokëve të tij, bënte sabër ndaj tyre, nuk paragjikante ndaj tyre, i doronte edhe sjelljet e liga të tyre. Aliu radiallahu anhu thot se pejgamberi alayhi salatu wassalam me morri mua Zubairin e Miqdadin dhe na tha, ju të tre duhet të shkoni në shpejtësi në filan veni bukur larg Medinës, në atë vend do ta takoni një grua hypur në deve dhe do ta ndalni atë grua dhe të thoni asaj m'ja dhon një letër, sepse ajo ka me veti një letër la ilaha illallah. Aliu radiallahu anhu me shokët e tij nuk pëzgjasin me shumë e pse dhe si dhe qysh dhe çka është për qëllim, por urdhërin duhet me zbatu, të madhin duhet me ndëgju dhe me respektu, dhe po nisen rrugës dhe po shkojnë, kur arrin në vendin e caktuar që pejgamberi u përmendi alayhi salatu wassalam, e takuan një grua hypur në deve dhe e ndalen dhe i than pa një pa dy, letrën që ke me veti ne qëtë para. Ajo ju thas e habitur, ju tha nuk kam kurfar letre me veti. Aliu radiallahu anhu i tha, apo qët letrën që e ke me veti, apo po të gjveshëm teshat njën nga një, e ti e femen, ne jemi mashkuj, nuk dom ta bojmë një gjatë të tillë, por mos e zgjat letrën qëte. Dhe kur e pa gruaja vendasshmërinë e këtyre burrave, që edhe nuk po i njeh dhe nuk po din se çka është ka bëhet, e nxirri letrën në gërshetat bistek e flokëve të saj që kishte mshefur dhe ja dha Aliut radiallahu anhu. Aliu i bekuar me shokët e tij pa e hapur letrën, e sekretet duhet mbeten sekrete. Të erdhen në Medinë dhe ja sallën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pejgamberi alaihi salam
i tha dikuj atë lexo letrën, për faktin se pejgamberi nuk dinte shkrim dhe lexim, dhe kur e lexuan letrën e pan se Hatib bin Abi Balta, një sahabi i pejgamberit alayhis salam, e kishte shkruar atë letër, u a dërgonte Mekazve disa krerëve Mekas, Paris Mekase, në të cilën i paralajmëronte se pejgamberi alayhis salam është përgatitur me një ushtri të madhe për të ardhur drejt jush në Mekë, andaj keni kujdes o jo Mekase. Dhe me këte Hatib bin Abi Balta kishte bërë një krim të madh. Pejgamberi alayhis salam e thirri Hatibin, tha eja këto, dhe i tha pse e ke bërë një gjë të tillë, pse e ke zbuluar një sekret të madh tonin. Kjo për faktin se pejgamberi alayhis salam deshe që të befasoj Mekasit në vitin e 8 të hijretit, pas shpërnguljes në Medin, të niset me ushtrinë e tij me shokët e tij për ta çliruar Mekën nga paganët e dhujtarët dhe për ta përhapur fjalën la ilaha illallah, për ta kthyer Mekën në njëshmërinë e Zotit, në tauhid, qysh kishte qenë më herët që nga koha Ibrahimit alayhis salam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si strateg ushtarak, shumë hapa indërmërte dhe shumë ekspedita ushtarake i përgatitte fshehura ze pa i treguar as kujt kur, bile dhe shumë shok të tij nuk e dishin u përgatitnin për luftë, por nuk e dinin se ku po shkojnë dhe drejt kujt janë drejtuar, dhe as që pyetnin, bile sepse dinin se kjo është një sekret ushtarak që nuk bën të përhapet. Sido që ti jetë të kthehemi të Hatib bin Abi Balta, ky sahabi i cili shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin pejgamberi e thirrë dhe i tha, çka të shtyu ty ta bësh një gjë të tillë? Ai i bekuar, i stresuar, i mërzitur, që u zbulue sekreti i tij dhe i dul marrja në shesh, tha ja Rasulullah, mos ngut me marrë ndonjë vendim të keq apo negativ kundër meje. Mos ngut me marrë ndonjë vendim kundër meje, sepse wallahi nuk kam dal prej dinit, nuk jam hipokrit e munafik, nuk kam dezertuar nga Islami. Unë besoj Allahun hak dhe ty ja Rasulullah të besoj se je pejgamber i Zotit, por ajo që ka më shtyri mua ta bëj një gjatë të tillë është se unë në Mekë kam pjesë disa antar të familjes tem, e desha në përmjet kësaj letre ta fitoj simpatin e disa Mekazve, në mënyrë që të marruajnë mua familjen time atje, mos të ma gjenë ndonjë e keqe. E andaj edhe kishte bërë msheftë, por Allahut nuk i mshifet asgjë, la ilaha illallah. Aja kishte mshefur këtë letër prej pejgamberit dhe të tjerëve, por a mund ta mshef prej Allahut të madhruar? Dhe Allahu azza wa jall e dërgoi Gjebrailin dhe i tha tregoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam se njëri prej shokëve të tu është duke ta zbuluar sekretin tënd, dhe ndodhi çka ndodhi derisa e sillën atë letër pranë në qendrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Omeri radiallahu anhu, kur për ndëgjon këtë duke thonë këtu fjalë, për thët ja Rasulullah, më jepti mu leje t'ja hjeki kryet këti munafiko, sepse kë meriton vrasje dhe ekzekutim, kjo është tradhti e madhe. Por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që e kishte edukuar i madhi Allah me bo sabër ndaj shokëve të tij dhe me justifikuar ata, tha mos ngoti ja Omer, kë ka marrë pjesën në Bedr, la ilaha illallah. Kjo është prej luftëtarëve të Bedrit, është prej atyre burrave të mëdhej, të cilët e kanë dhënë provimin ditët më të mëdha dhe më të vështira të jetës së tyre,
andaj mos ngot se Allahu i madhruar o ka falur atyre. Pra po don mi thonë me këtë se nëse njeriu e bën një gabim, por përballë kësaj ka bërë shumë vepra të mira, nëse njeriu shoku apo miku e bën një lëshim, por në anën tjetër ka shumë punë të mëdha dhe të mira, peshëja të ligat me të mira, peshëja të këqijat me të mira, peshëja veprat e mira me ato jo të mira, dhe nëse ja mujnë të mirat falja vllatë dhe duro, sepse dhe kjo është njeri ka gabuar dhe gaban, dhe kështu arriti pejgamberi alayhi salam ta mjekoj këtë plak, po edhe çdo plak tjetër e cila u përhapte gjatë kohës së tij. Ngjaj shumë me të veproj edhe me atë beduinin i cili kur erdhi në xhami dhe pejgamberi ishte duke biseduar me shokët e tij, ai pa një pa dy filloi të urinoi brenda në xhami, sepse nuk e dinte shejtrinë e xhamis, nuk e dinte se xhamia është shtëpia e Allahut, se xhamia duhet të madhrohet Zotin te dhe ajo duhet të mbahet e pastërt. Nuk e dinte e shokët e pejgamberit alayhi salam ju drejtuan për ta qortuar dhe për ta ndëshkuar, por pejgamberi i ndaloi alayhi salatu wassalam, tha mos e prekni njeriun, sepse kuptoj se mentaliteti i tij është i tillë, por me këtë sjellje të butë, e që pastaj tha o filan, kjo është xhami, nuk ja vlen të me bërë gjëra të ndyta, ja përfitoj zemrën e tij. Ai tha, o Zot, mëshiroje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mos i mëshiro këta tjerë asnjë mene. E pejgamberi alaihi salatu wassalam i tha, laqad hajjarta wasi'an, e ken ngushtuar rahmetin e Allahut, e ajo është i madh, por thuaj o Zot, mëshiroj këta muslimon krejt, pra duroj ndaj tij, bëri sabër ndaj tij dhe edukoj edhe shokët e tij që të bëjnë sabër ndaj njëri tjetrit, për ndryshe, se kurse që jemi ne shqiptarët mjaft të ndihshëm dhe temperament për një fjalë dhe një sjellje jo të mirë, apo jo të ëmbël të vllaut dhe mikut, e fatkeqësisht nga një herë edhe të vllaut nga nana dhe nga baba, jo vetëm që hidhrohemi dhe prekemi, jo vetëm që nuk pajtojmë me të me njëherë, jo vetëm që nuk mundohemi ta justifikojmë vllaun, e mos t'ja vënojmë veshin çdo fjalë dhe çdo vepre, por se e leqitim atë për jetë ndoshta dhe runa Zot edhe në vdekje ndoshta nuk marrim pjesë. E qysh me i dal Zotit për para muslimat kur janë kaq të thyer mes veti, dhe para asaj qysh me qenë unik dhe të bashkuar në këtë dynja, kur për pak prekemi dhe thehemi mes vete dhe plasariten zemrat dhe qahen dhe futet shejtanin mes dhe i largon musliman, pasi që kanë qenë vëllezër dhe miq, bëhen dëshmon dhe armiq mes vete, dhe kështu shtohen plakt mes muslimanëve, mes këtij trupi të madh, e pastaj na vije era e keqe dhe luajnë të tjerë me ne dhe manipulojnë të tjerë me ne, kur dojnë të ndalin ezanin dhe ndoshta vije dita edhe tentojnë me të mbyllë xhamin krejt edhe atë me krye lartë, sepse e din mirë se ne jemi të shkapërderdhur dhe jo unik dhe jo të bashkuar edhe në parime të mëdha të dinit të Allahut të madhruar. Po vëllezër musliman, nuk bën pa lëshu ndaj vëllezërve, nuk bën pa qenë i gjan ndaj muslimanëve, nuk bën pa qenë i pajisur me sabër dhe me durim ndaj të tjerëve. Pastaj të nderuar, prej gjërave të cilat është tepër me rëndësi të kemi parasysh për ta ruajtur unitetin edhe xhamatin mes muslimanëve, është edhe që ta këshillojmë njëri tjetrin, ta sugjerojmë njëri tjetrin, e njeriu si njeri është i mangët dhe gjithmonë ka nevojë për ndihmën dhe këshillat e të tjetrit, ani pse nga njëherë i kërkon, apo nga njëherë edhe nuk din me i kërkue, apo ja merr mendje se nuk ka nevojë për to,
por ti personi tjetër je i bindur se me aftësitë dhe mundësitë dhe me oratarin dhe dijen që ta ka dhënë Allahu, ke mundësi me ndihmue njeriu, qoftë edhe me një fjalë të ëmbël dhe të mirë, andaj e ke për obligim që të gjindesh vllaut para se me kërkue ai prej teje ndihme apo këshill, jo vetëm kur kërkon, por me afru atë që ke mundësi kur ta shohësh se ai ka nevojë për ty. Ka thënë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Umar ibn al-Khattabit radiallahu anhu, al-muslimu akhul muslim, muslimani është vëlla i muslimanit, fjale e madhe dhe e ëmbël, vëlla i muslimanit, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, nuk i bën ati zullum, po dhe nuk e dërzon atë, wa men kane fi hajeti akhihi kane Allahu fi hajetihi, ai cili i gjindet vllaut të ti, i ndihmon atin çfarë do forme qoftë edhe me një këshill e me dua e me lutje, Allahu ka me ndihmuar ati. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah, ai cili i largon vllaut të ti ndonjë lodhje mërzi, ndonjë breng apo telashe e preokupim e tjerë çka ka ai, e tanin këtë dynja kemi gjëra të tilla, kemi telashe e mërzi, e kemi vëllezër dhe miq të cilët na letojnë, e Allahu ka me ta letuen ditën e gjykimit, kur dalësh para të madhit Allah azza wa jall, wa man satara musliman satarahu Allahu alayhi satarahu Allahu yawm al-qiyamah, dhe i cili i ambulon vllaut të tij ndonjë marrë, ka me jambuluar i madhi Allah ati ndonjë marrë që ka bon këtë dynja, ditën kur dalim para të madhit Allah azza wa jall. Natyrisht se mbetet shumë për të folur për unitetin e muslimanëve, por kemi edhe gjëra tjera për të folur dhe nuk mund të themi krejt atë çka duhet të thuhet apo çka ja vlen të thuhet, por në pika të shkurtra për t'ja kujtuar vetvetes dhe vëllezërve të mi musliman se jemi para sfidave të ndryshme, se cila më e randë se sa tjetra, se jemi në një sprovë jo të vogël, se kemi nevojë më shumë se kur do herë më parë që të jemi sa më unikë dhe të bashkuar, të ruajmë gjematin e muslimanëve në mënyrë që ta sjellim apo ta tërheqim rahmetin e të madhit Allah azza wa jall, ta fitojmë razin dhe knatësin e Allahut të madhruar, ta kryejmë emanetin dhe detyrën përgjegjësin ton që kemi në këtë dynja, krejt këto me shpresë se nesër kur do dalim para të madhit Allah, e ajo dit është hak, la ilaha illallah, ajo dit tanë dhe na pret me dalë atje, të dalë me sa me faqe bardh dhe sa më lehtë ta kalojmë atë ditë të madhe dhe të randë në mënyrë që të shpëtojmë atje, e pastaj ta fitojmë xhennetin e të madhit Allah azza wa jall. Allahumma amin. Allahu na bëft mund shumë xhenetin ya rabbel alamin, e na bëft haram xhehenamin dhe vepra të cilat na shpijejnë dhe na çojnë drejt xhehenamit ya rabbel alamin. Allahu na ruajt nga çdo mëkat i madh dhe i vogël, na i mboloft ato në dynja dhe na i fal ditën kur kemi me dal para Allahut të madhruar. Allahu na i zbukuroft punët e mira të cilat na çojnë drejt xhenetit, e na i lehtësoft me i punu ato punë të mira ya rabbel alamin. Allahu na mundsoft të jetojmë si musliman dhe të vdesemi si musliman, të ringjallemi si musliman, të takohemi me ata musliman që kanë qenë para nesh në krye tyre pejgambert e Allahut të madhruar.
ndëruar dhe në mesin e tyre më të ëmblin dhe më të shtrejtin dhe më të dashurin për ne Muhammed Mustafan sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin.